Këto janë fotografitë e momentit të rrëmbimit të biznesmenit Geron Dmeçe, që sipas prokurorisë së posaçme u mor peng me urdhër të Ergyes Agasit, pasi ai nuk po të rriqej nga ankimimi që kishte bërë për tenderat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Nga dosja hetimore, SPAK pretendon se ky është automjeti që tregon se në 12 gusht të këtij viti, në orën 10:41, në një automjet Range Rover të zi, futet një person i ngjashëm me Geron Dmeçen. Personat që SPAK thot se do ta rrëmbenin sipërmarrësin mbajnë të veshur uniformën e policisë dhe të agjentëve të Byros Kombëtare të Hetimit dhe janë afruar Meçes nën këtë cilësi. Dyshimet janë që të dy biznesmenët e shpallur në kërkim disa ditë më parë, Ergyes Agasi dhe Ermal Beqiri, kanë vepruar si grup i strukturuar kriminal. Në dosjen hetimore, prokuroria e posaçme thot se Ergyes Agasi ka zhvilluar disa takime me drejtoreshën e Akshit, Mirlinda Karçanaj. Ata duke në një ambient të mbyllur të fiksuar nga një kamerë fshet, që sipas hetimeve e kishte vendosur vetë Ergyes Agasi. Në bisedat që ai zhvillon së bashku me biznesmenin tjetër Ermal Beqiri, i thot se projekti bën 2 milion e ne do ta bëjmë 4. Kjo nuk kupton sipas SPAK se bisedat i referoheshin fryrjes së kostove në procedurat e tenderimit.